Marrëveshja tripalshme në fushën e mbrojtjes në mes të Republikës së Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë e nënshkruar në Tiranë përfshin 5 pika. Ministri i mbrojtjes së Republikës së Kosovës, Ejup Maqedonci, për të veçurin tha se kjo marrëveshje do të rritë aftësitë e mbrojtjes të 3 vendeve, duke ndikuar edhe në rritjen e industrisë ushtarake të mbrojtjes, përmirësimin e ndërveprimit ushtarak si dhe shumë trajnime të tjera. E para do të jetë promovimi i kapaciteteve mbrojtëse të vendeve tona dhe bashkëpunimi në industrinë ushtarake, që nënkupton që të 3 vendet do të investojnë bashkërisht në ndërtimin e kapaciteteve ushtarake, pra industrisë ushtarake, duke bashkë investuar apo koordinuar në aspektin e prokurimit të pajisjeve dhe sistemeve të ushtrisë. Pikë tjetër normalisht është rritja e ndërhyrshmërisë përmes trajnimeve, ushtrimeve të përbashkëta edhe programeve të përbashkëta trajnuese. Dihet që 3 vendet kanë kapacitetet e tyre vetanake për trajnim dhe edukim, mirë po dihet edhe fakti që megjithatë ka nevojë për fuzionim të këtyre kapacitete në mënyrë që t'i bëjmë më efektive dhe racionale këto sisteme edukimi ushtarak në të 3 vendeve. Pra ideja është që të bëjmë programe të përbashkëta trajnimi, stërvitje të përbashkëta, por edhe aktivitete të ndryshme të përbashkëta. Ministri Maqedonci tha se 3 shtetet do të reagojnë së bashku kundër sulmeve kibernetike. Tjetër pikë e diskutuar edhe që është në kuadër të këtij dokumenti është edhe përpjekja e përbashkët për mbrojtje nga sulmet kibernetike, dezinformatat, nga qasja keqdashëse e akterëve të ndryshëm që synojnë destabilizimin e vendit tonë, por edhe përballimi i përbashkët i kërcënimeve edhe rreziqeve të ndryshme që kanosin sigurinë e qytetarëve të vendeve tona, por edhe të territoreve të vendet tona. Maqedonci gjithashtu tha se Republika e Shqipërisë dhe Kroacisë do të angazhohen që Kosova të ndihmohet për integrim në NATO. Kroacia dhe Shqipëria janë zotuar që bashkërisht do të bëjnë përpjekje të përbashkëta pra dhe do të maksimizojnë gjitha mundësitë për të mbështetur integrimin e Kosovës në NATO, por edhe në struktura tjera dhe në iniciativa tjera të mbrojtjes dhe sigurisë. E për reagimet e Serbisë ndaj kësaj marrëveshje, ministri Maqedonci tha se është e pritshme që Serbia të shprehet në këtë formë sepse ajo ende ka qëndrime hegemoniste ndaj Kosovës.